Ambasador, në momentin që u firmos memorandumi i mirëkuptimit mes dy presidentëve amerikan dhe iranian, komentet ishin që një tuf karotash që i shkojnë Teheranit me këto 14 pika. Dhe pikat më debatueshme ishin padyshim heqja e sanksioneve, asetet e ngrira prej vitesh dhe pakoja gati 300 miliard që i shkon në ndihmë Iranit. Po, janë këto dhe natyrisht Irani do të luftoj për të realizuar këto, sepse nga situata e krijuar kërkon të përfitojë edhe Irani dhe kryesisht ato i nevojitëm për të tejkaluar krizën ekonomike në të cilën ndodhen vendi, papunësinë masive që ndodhet atje mbi 50% dhe ku rinia veçanërisht është më e afektuara. Nga ana tjetër, siç thash, vlerësimi i monedhës vendase, çka tregon për një inflacion të lartë e kështu me radhë, kështu që të gjitha këto Irani do të kërkojë të përdori, por kam përshtypjen që këto do të jipen në mënyrë graduale, ku Irani duhet të ecë fillimisht në rrugën e çlirimit të ngushticës së Hormuzit, ku zëvendës presidenti J.D. Vance deklaroi edhe sot që tashmë ngushtica e Hormuzit është e lirë dhe ka dhënë impaktin e vet edhe në çmimet ndërkombëtare, në tregjet ndërkombëtare të naftës, të karburanteve, por edhe ato financiare dhe më gjërë. Dhe nga ana tjetër, pastaj është edhe çështja që Irani, dhe këtu ka një mekanizëm tjetër që është ngritur, do të bisedohet që Irani të mos destabilizojë rajonin. Irani të mos bëhet luftënxitës për vendet e ndryshme në rajon, veçanërisht për aleatët e Shtetit Bashkuar të Amerikës, por edhe Izraelin në veçantë. Dhe kjo është një pikë shumë e rëndësishme, ku nga ana tjetër dhe Libani përbën një çështje kryesore me interes për Iranin, por edhe për rajonin në përgjithësi aty. Ndaj dhe këto janë edhe këto çështje delikate që duhen trajtuar, por megjithatë këto janë kryesisht çështje politike që palët dhe veçanërisht me përfshirjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës duhet i trajtojnë më gjërësisht. Ndërsa për sa i përket ngushticës së Hormuzit, edhe kjo ka teknikalitetet e veta, sepse mendohet që ngushtica e Hormuzit edhe ajo është e minuar, duhet të çminohet, duhet të krijohen kushte për asnjë lloj incidenti, sepse çdo gjë pastaj e kthen situatën mbrapsht, dhe nga ana tjetër që Irani duhet të heqë dorë një herë mirë nga vendosja e një pagese lundrimi aty, si një taks lundrimi, ku mendohet të ishte deri në masën 20% së bashku me Omanin, pra lundrimi aty duhet jetë i lirë, pa taksa, pa taksueshëm, ashtu siç bëhet në të gjitha rajonet e tilla, sepse nuk është vetëm ngushtica e Iranit që trajtohet në këtë mënyrë, janë dhe ngushtica të tjera në zonat të ndryshme të botës, ku ka një konvent të veçantë të Kombeve të Bashkuara që i orienton se si duhet vepruar në mënyrë që jo vetëm të mos pengohet lundrimi i lirë, por edhe mos ketë tarifa shtesë për sa i përket kostos së transportit që reflektohet pastaj në koston e mallit. Po insistoj edhe një herë tek ajo pyetja që u bëra pak më parë, ambasador, kemi patur marrëdhënie të tensionuar, edhe deklarata të ashpra, edhe fjalor për te marrëdhënies së tyre të njohur mes Benjamin Netanyahut edhe Donald Trump. A mendoni se kryeministri i Izraelit do t'i bindet asaj që do t'i kërkojë presidenti amerikan në këtë fazë negociatash për të ndalur sulmet edhe për të mos hedhur, le të themi, në era atë që mund të arrihet në tryezë, gjithmonë me sulmet në Liban, ndaj Hezbollahut? Unë mendoj që po, sepse Izraeli është aleati kryesor i Shtetit Bashkuar të Amerikës, është partner strategjik, dhe nga ana tjetër Izraeli, si thush, është brenda buxheteve edhe financiare të Shtetit Bashkuar të Amerikës, me ndihmën që Shtetet Bashkuar të Amerikës i japin këtij vendi, për të mos thënë pastaj mbështetjen gjeopolitike, geostrategjike, kështu me radhë bashkëpunimi të tyre. Edhe